Dhe pyetja për ata të cilët janë qeveri sot, si ju dalim para ftyrës familjeve dëshmorëve, si ju dalim para syve veteranëve, po si ju dalim para syve dhe atyre qindra mirave shqiptarëve, të cilët kanë dhënë jetën, kanë dhënë më të mirit e tyre, për këto të arriturat të cilët ne i kemi gëzuar ndër vite, dhe del dikush pa fije turpi i shet ato për një karike, për një interes më të vogël. Duhet ta dinë se mund të mashtrojnë një kohë të shkurtër dhe një grup më të vegjël, po nuk mund të mashtrojnë gjithë kohën dhe nuk mund të mashtrojnë një popull, për shkak se ky popull do zgjohet ashtu si u zgjun studentët, ashtu si u zgjua Tetova, do zgjohet edhe Shutorizori, do zgjohet Shkupi, do zgjohet e tërë Maqedonia e Veriut, çdo shqiptar që është dhe nuk do lejon. Zakonisht në zgjedhje qytetarët vendosin për shpresë, për diçka më të mirë, jetën më të mirë, standardin më të mirë. Në shoqëritë dhe shtetet multietnike edhe për barazi, edhe për mundësit barabarta. Dhe gjithmonë debati ka qenë sa ke premtu dhe sa ke realizu. Edhe zakonisht paknatësit kanë qenë pse ke premtuar 100, ke realizuar 50. Ne jemi një situatë e rrallë kur nuk flasim për shkallë të avansimit ose shkallë të realizimit premtimeve, po shkurjen e asaj që e kemi pas të fituar deri më tani. Dhe kjo është e pazakont, e cila duhet na zgjon të gjithëve edhe duhet na e ngrit vëmendjen tonë. Për shkak se ne nuk flasim më për avansime. Ne kishim një gjuhë e cila edhe me gjitha mangësitë e veta në implementimin arriti të bëhet gjuhë zyrtare deri te vula e presidentit shtetit, deri te vula e kryeministrit shtetit jetë në dy gjuhë. Dhe sot për 2 vite është shndruar në gjuhë lokale të vullnetit mirë kush don ta përdor ose jo. Ne kishim mekanizma që garanton të përfaqësimin e drejtë në çdo institucion dhe u arrit që prej 0.2% shqiptar në institucione të mbrim në 26%, brenda 2 viteve ne kemi rënje me qindra dhe mijëra shqiptar nga institucionet. Domethënë ne nuk flasim më për avansime, ne flasim për rënim të pozicionit ton. Ne kishim mundësi që hym NATO, hapëm bisedimet për Bashkimin Evropian, tash jemi bloku dhe jemi bë pjesë e botës sërbe. Merreni standardin ekonomik, nuk them se ka lulëzuar të kaluarën, po flitni me njerëzit dhe e shifni se asnjëherë biznesi shqiptar nuk ka qenë nën presion më të madh. Qoftë nga pamundësia, qoftë nga presionet e shumta dhe inspektimet e shumta. Merrni familjet, merrni çmimin e produkteve ushqimore. Dilni sot dhe shikni se a mund familjet t'ia dalin në çosh me burimet financiare që i kanë. Dhe kur vije puna që ne për një qeveri të flasim se sa janë të kurrë të drejtat, atëherë shtrohet pyetja legjitime se cili është roli i atyre përfaqësuesve në qeveri. Cili është pse ne i durojmë ata që të kurrin dhe të kthejnë prapa të arritjet tona, për çka? Për të qenurit në pozitë disa individa për interesat e tyre materiale dhe grupore. Prandaj motra dhe vëllezër, kjo më nuk është kohë për të bërë organizime politike të zakonshme, për shkak se është e pazakont që detyrohen studentët shqiptar të dalin vetë në rrugë për t'i mbrojtë të drejtat e tyre gjuhësore kur kemi ne përfaqësues kur kemi shqiptar në qeveri. Është e padrejtë që Parlamenti Evropian t'i thot qeverisë respektojeni gjuhën shqipe kur kemi ne shqiptar në qeveri. Këtu diçka nuk është në rregull. Ne duhet të jemi ata të cilët duhet ndjekim atë rrugë dhe të ngritemi gjithë në këmbë, të mobilizohemi secili prej nesh, që të ndalim këtë degradim të pozicionit ton, për shkak se brenda 2 viteve ne jemi shndruar nga një popull shtetformues në një pakicë të paransishme dhe besoni që gjeneratat që vinë, fëmijët ton, nipat ton do na pyesin ne se ku kemi qenë në kohën e poshtrimit më të madh të kombit ton. Do duhet secili prej nesh të kemi një përgjigje për fëmijët ton, tu themi se unë e bëra një hap, unë e bëra një lëvizje,
unë erdha sot në kuvendin e Shutë Orizorit për shkak se aq munda. Prandaj ju lutem që secili prej jush ta pyetni vetin se çfarë bëra sot unë për shkak se historia do na gjykon të gjithëve se a jemi mobilizu dhe a kemi qenë në anën e duhur të historisë në kohën kur është angazhu agresioni më i madh politik mbi popullin ton. Dhe pyetja për ata të cilët janë në qeveri sot, si ju dalim para ftyrës familjeve dëshmorve, si ju dalim para syve veteranve, po si ju dalim para syve dhe atyre qindra mirave shqiptarve, të cilët kanë dhënë jetën, kanë dhënë më të mirit e tyre, për këto të arriturat të cilët ne i kemi gëzuar ndër vite, dhe del dikush pa fije turpi i shet ato për një karike, për një interes më të vogël. Duhet ta dinë se mund të mashtrojnë një kohë të shkurtër dhe një grup më të vegjël, po nuk mund të mashtrojnë gjithë kohën dhe nuk mund të mashtrojnë një popull, për shkak se ky popull do zgjohet ashtu si u zgjun studentët, ashtu si u zgjua Tetova, do zgjohet edhe Shutë Orizori, do zgjohet Shkupi, do zgjohet e tërë Maqedonia e Veriut, çdo shqiptar që është dhe nuk do lejon. Për shkak se motra dhe vëllezër e kemi borxh historik, mos ta normalizojmë gënjeshtrën diskursin politik. Nuk munden ata dalin edhe të na arrejnë se kanë punësu 2500 shqiptar, kur numrat tregojnë që kanë punësu vetëm 170 shqiptar. Kë do të mashtrosh ti? Do të mashtrosh ata familjet e dëshmorëve të cilët kanë dhënë më të mirit e tyre për këto punësime, për këtë standard? Prandaj u a bëjmë me dije se durimi është në fund. Njerëzit janë mobilizuar edhe për tej kufive partijak, edhe për tej përkatësive partijake, dhe do habiten se çka do u ndodh duke filluar prej këtu në Shutë Orizor. Faleminderit shumë dhe ju dëshiroj sukses.